çfarë pune bën? Unë punoj në një grua, edhe punoj edhe në shtëpi. Dhe kam marrë tani dua të bëj një... Ndihmon një grua? Po. Mban një grua? Mban një grua, shkoj 3 herë në ditë. Është punë e lodhshme? Nuk është punë e lodhshme, është e lidhur, se do vesh 3 herë në ditë. Është e lidhur, nuk është një punë me përgjegjësi të madhe. Je psikologe, më thotë mua. Dhe vërtet jam e prirur të ndihmoj njerëz. Është më shumë është punë humanizmi. Sa paguhesh? Nuk do ta thoshja, po nuk është ndonjë rrogë e kënaqshme, po mirë është. Nuk do ta thoj, nuk e them rrogën. Kjo e rrogës për shembull se unë kam jetuar vetë në Greqi. Edhe e ka një çik me siklet një shqiptar t'japin të paguajnë. E nëse janë gjëra që nuk dua t'i kujtoj këto, janë vërtet të tmerrshme. Edhe detyrohesh t'i ikash. Ke patur ndonjë marrëdhënie në Greqi? Po, kam patur. Që e ke vlerësuar? Jo. Jo, se ishin 15 vjet gati. Edhe nuk, jo. Pra që ndrove me dikë 15 vjet? 15 vite. 15 vite, i mirë, i mrekullueshëm tëra, po, jo. Si quhej? Jorgo. Grek ka qenë. Grek. Ku e njohën? Thjesht rastisht në një kafeteria. Më ka ofruar kafe. Kaq thjesht. 15 vite me të. Dhe ka qenë kjo pjesa e rasizmit të shqiptar që... Po pse, nuk të martoj? Jo, nuk donte. I the të martonte? Nuk i thash në një herë, pse? Pa ai duhet ta bënte vetë. Duhet ta bënte vetë dhe kam urryer kur ka vdekur mamaja ime, se po të kisha letrat me ato unë, se maman time e ka varrosur fshati. Ne të 5 fëmijët ishim jashtë. Edhe në Greqi, ne ishim 2 motra 2 vëllezër, një motër është në Amerikë. Në Greqi u hapshin këto, mua më kishin dhënë okejin e letrave, lesë, qarkullimit, mirë po u hapshin vetëm 3 herë në vit. Mamaja ka vdekur në 7 dhjetor, letrat u hapshin në 15 dhjetor. E kam urryer Greqinë atëherë dhe politikën e tyre çdo gjë. Domethënë që liri nuk ka kërkund dhe çfarë i the Jorgos? Asnjë, atë vetëm e kam urryer atëherë dhe ka përcjell domethënë ajo kohë, u ftov gjithçka se duhet më shoqëronte një herë. Duhet të me mua. Diçka që shumë gjëra. Pse zgjati kaq shumë atëherë nëse ky njeriu nuk të ka vlerësuar siç duhet? Po shiko tani, zakonisht gjithmonë është kjo pjesa e kësaj mentaliteti të njerëzve. Se në fakt një marrëdhënie duhet ta durosh. Edhe kjo pjesa e komunikimit, po kur jenë të etniteteve të ndryshme, është vërtet është e lodhshme. Se për shembull tani, ka ndodhur mbas asaj se unë jam 63 vjeç edhe dua nuk dua, kam eksperienca të ndryshme. Është tjetër kur e fillon që le të zgjat sa të zgjat, edhe është tjetër kur të jep shpresë sikur do të jesh. Po one night stand ke patur në Greqi? Nuk, jo. Në Greqi kam patur marrëdhënie shumë të gjata. Ka qenë një marrëdhënie me dikë që ishte shumë i vogël nga mua. Sa vjeç më i vogël? 14 vjet më i vogël se mua. Më i vogël. Ti në atë kohë ishe sa vjeç? Po sa duhet kemi qenë atëherë? 20 dalë prit ti llogariti një çik. Nuk ka qenë 50 vjeç. Nuk s'po llogaritet. 50 vjeç, 36 ai. Diçka e tilla. Edhe si mbaj mend. Se nuk kam qenë e përgatitur se ti shkruaja të dinja se çfarë do bisedoni, po nejse. Kjo pjesa e kësaj më shumë e kam duruar atë njerëz që se kujtoj se unë jam nevrike shumë. Unë pa drejtësit nuk i duroj dot. Unë as kam gënjur në jetën time ndonjëherë, s'më shlipsu ndonjëherë të mashtroj të gënjej. S'më shlipsu asnjëherë. Po takove edhe thoshnja kujtoj nga që kam qenë e keqe, domethënë dhe kujtoj se kisha fajt unë, jo. Asnjë s'pas kam patur faj unë. Faji ka qenë i meshkujve që s'kan qenë se duhet ta besosh femrën, kur nuk e beson çfarë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.